Pas ping-pongut vazhdojmë me tema të rëndësishme. Një prej tyre është edhe historike, pasi e kemi trajnerën e një klubi që ka fituar gjithçka si vjet në volejbolin e Kosovës. Me neve është Butrin Bytyqi. Faleminderit që gjete kohën me ardh. Faleminderit për ftesën. Mas e meritume. E diskutuam pak më herët tripleta në volejboll, e fituam nga ju. Po, tripleta. Çka i bën te na tripleta, cil trofe llogaritën? Tripleta llogaritet Kupa e Federatës që luhet në sezonën vjeshtore, që u lut në vitin 2024, dikon dhjetor. Kupa e Kosovës, domethënë që mirën sezonën e dytë ose sezonën pranverore dhe titulli kampion. Domethënë jemi shpalla dhe kampion të Kosovës. Sa është e vështirë me u kompletu kjo treshe? Është shumë e vështirë për shkak të numrit të madh ndeshjeve, angazhimi shumë i madh ndeshje, i lojrave që i kemi pas, angazhime të shumta, shpenzime financiare, është shumë e rëndësishme, shumë e rëndë me përballu, po ja kemi dalë me punë gjithë bashkë. Po edhe pa pas kualitet, po nuk arrijën. Normal. Këtë vete kena pas ekipin me lojtarë vendore na kanë më kualitet se ekipet tjera përgjithësi Kosovë. A keni pas edhe ndihmën e lojtarëve nga jashtë? A keni pas futbollistat mendoj volejbollistat huaj? Po, kemi pas 3 gjithsej kemi pas këtë vet. Cilat shtete? Ukrainës, edhe pse ka ardhur shteti i tij ku ka jetu, është i uzurpuar nga Rusia për shkak të luftës. Po ai djali i ri ka vazhdu karrierën e vet si volejbollist, edhe ka shprehë interesim edhe na gjithsesi për to. Edhe ka ardhur me lojtë edhe një lojtar nga Kroacia. Çfarë është niveli tyne profesional? Nivelin e kanë tepër shumë më profesional se lojtarët. Kosovë ka një kulturë tjetër sportit, janë rritë me një kulturë shumë më të mirë se që janë volejbollistat e nasu edhe sportistat në përgjithësi. Po normalisht ndoshta në disa raste i kanë edhe kushtet më të. Edhe kushtet ato normal këto i bën kushtet e mira që i kanë pas ata në për klubet e veta, në për shtetet e veta që kanë punuar. Çka e bën historike tash për Juve është fakti që keni më marrë për herë parë pjesë në gara evropiane. Po, është historike për klubin. Për herë parë në histori të klubit po ndodh. Për herë parë në histori të klubit Ferizohet me shkruaj që na si klub u morëm pjesë në Challenge Cup 2026, domethënë i bën është Challenge 2026. Po, se llogaritë tash fillojnë viti kalendare. Po, viti kalendare. Kto janë vetë si grupe si për kualifikime, nëse vazhdojnë pjesa tjetër në 2026. Perfekt. Sa është e rëndësishme kjo për klubin e Ferizajt? Edhe momentin kur e keni marrë vesh që keni marrë pjesë në garat evropiane. Na si klub jemi t'i bë përgatitjet që me pas një paraqitje sa më të mirë, si për qytetin, si për shtetin tonë. Është shumë e rëndësishme arsyeja që marrim një përvojë të mirë jashtë, kena një kundërshtar kualitativ. Sidomos për volejbollin vendor është shumë e rëndësishme. Këtë pjesë të ligës, këtë pjesë të kupës ku po marrim pjesë është shumë kualiteti shumë i lartë lojtarëve. Sidomos edhe lojtarë të ri tonë mundin me promovu veten që me pas një karrierë tjetër jashtë Kosovës. Është një mundësi shumë e mirë për lojtarët e rinj, nëse dinë me shfrytëzu. Absolutisht. Nëse nuk e morrin hajgare, mund me shfrytëzu që me pas një karrierë, pse jo, jashtë Kosovës shumë mirë. A kanë lidhje kualifikimet në volejboll në challenge me këto të futbollit si në Champions që shkohesh para kualifikimit? Është shumë po, është të njëjtë. Prafërsisht është gara e njëjtë. Nëse eliminohen në fillim, a vazhdojnë në gara tjera apo përfundon rrugtimi aty? Përfundon rrugtimi aty. Sa duhet fitore me u arrit për me u sigurua? 2 fitore, domethënë me një ekip na i lujmë 2 lojë në temë edhe mbrapa. Në temë edhe mbrapa, po edhe nëse vazhdojmë kalojmë rundin tjetër që ende nuk e dim shortin në salon, besoj që ka gushti është edhe shorti challenge-et, lojë zhvillohen dikur në fund tetorit nëntor. Kështu që do të thotë ka kohë mjaftueshme për kohë mjaftueshme për gatitë ekipën, me bë ekipën me mbledh një ekip me bë të shumën, sipas mundësive financiare. Absolutisht, se tash lojtarët e ujit po janë pak më normal, me kërkesa ndryshme. E vërtet. Po ta bën tani edhe shkaku i nivelit normalisht. Normalisht. Atje është niveli pak më i lartë që duhet me pas lojtar pak më kualitativ për me
Si trajner i klubit, a keni vendos plane tash sa i përket edhe përforcime dhe përgatitjes për fazën kualifikuese? A keni mirë zhvillu ndoshta përgatitjet jashtë apo keni mirë qëndru këtu? Na zakonisht përgatitjet e bojna në Kosovë, kushtet për përgatitje i kena të mira, nuk janë që muna me dalë diku në Evropë ose edhe në shtetet fëqinje me bëni një përgatitje. Mirë është, nëse janë mësit financiare, besoj që muna me bëni një kamp stërvitor, një përgatitje edhe në Shqipëri zakonisht, për shkak që muna me shfrytzu plazhën e këto tjera. Po si ekip, kena të përgatit për lojtar vendor. Gjithë shka me bojna njerë për lojtar vendor, pas të shumë ku kena mangësi për me investu në lojtar të huj. Por mundësit financiare që keni? Që qëndroni me financa? E jeni në regull? Apo duhet më të kur? Si çdo klub, këtë veç e kemi pas shumë shtirë për shkak që ka pas shumë shpenzime. Janë nisë prej lojtarëve vendor edhe lojtarë të huj që kanë qenë shumë shtrejt. Edhe jemi pak ma në limit. Ma në limit për me i plotsu kushtet e disa lojtarëve që... A hezitojnë me ardhë bizneset me sponsorizu të ekipet e volejbolit? Zakonisht po. Shumica e biznesëve nuk e di pse, po... Ferizoj të pak të nështuat për kogja biznise, kështu me qanë rajë. Po gjithë, nëse Ferizoj, bizneset e Ferizoj, ti mojnë visë sportin, Ferizoj klubët e volejbolin, Ferizoj besoj që gjdo kub ka më ardhë, dhe pse edhe këtë vetë në volejbol, i këna morë gjdo kub e këna pru Ferizoj, si të femra, si të meshkujt. Po, dhe femra duhet me përmenë pa tjetër edhe ato kanë arrit sukses. Dy ekipet Bile ato e kanë fitu titullin e parë, nëse s'gaboj. Po, është klubi volejbolit Ferizoj. Ferizoj e kanë fitu titullin e parë në karrierë tyne, Fervollej ka fitu, është bo kampion për herë të parë, histori. Kështu që kësha luta dhe bizneset në Ferizaj, pse jo. është një mundësi e mirë për trit, na punojna shumë edhe me tri, kemi kvalitet këtë gjithë mirë. Plus edhe është mundësia me ligjin e sponsorizimit, so i dërgon të ka mundësu pak ma shumë që me pos na edhe qasje për me dole edhe në Evropë, për me bo dhe këto kupa që kina sjellë për me sjellë në Ferizaj. Nëse një volejbolist do në më marrë vetëm me volejbola, mundet me ja dalë financiarisht me jetu që ashtu, a duhet me shiku dhe një punë dytë? Muj me thonë 20% po, muj me jetu... 20%? Po. 80%? 80% do të me pasa një punë dytë për me jetu. Që kja bën ma të vështirë, ma? Që kja bën shumë ma të vështirë për arsye se në shëdina gjdo punë Kosovë gati ka 8 orë punë, edhe marrë një lejtar 8 orë në punë me punu shambull kamarjerë ose diçka se respekt për kejtë që punojnë, se është punë edhe ajo, po me punu 8 orë edhe marrë tash me përformu qysh paguhet për e klubit, që dën klubi maksimumin me apë, nuk mënët. është shumë e vështirë. është shumë e vështirë, po 20% shqipo, ata që janë lejtarë pak ma të mirë dhe që paguhen pak ma shumë, ata jetojnë. Jetojnë edhe veç për e volejbollit. Mirë, une për mësë me të majtë ty ma gjatë, falenderoj shumë që ke gjithë kohë me ardhë sonte me bashkëbisedu me neve, edhe me dëgju stonë, me dëgju përvojë, me dëgju rrëfimin e juj, edhe me kuptu që si vjetë është historia e nanën e juj, 3 trofejt fitum, plus tash garat evropiane dhe ju dëshrej shumë sukses në garat evropiane. Falenderit shumë edhe për ftesën, edhe falenderit për... Edhe mbesin kontakt që ado që ka që ndodhë me klubin e juj, derën e keni të hapur këtë gjithë. Kurdo që... Falenderit shumë. Falenderit shumë, falenderit. Shkojmë një kong Gjimi, edhe kthehemi pas pak me lajmet e fundit vendore.